SPAK ka goditur një rrjet të dyshuar ndërkombëtar të trafikimit të kokainës dhe pastrimit të parave, duke vendosur masa sigurie për 10 persona dhe duke sekuestruar pasuri me vlerë të dyshuar rreth 150 milion euro. Sipas hetimeve, grupi kriminal ka vepruar gjatë viteve 2019-2021 në Amerikën Latine, Brazil, Belgjik dhe Holand, ku dyshohet se ka trafikuar të paktën 50 ton kokainë drejt tregut evropian. Nga 5 episodet e dokumentuara nga autoritetet janë sekuestruar gjithsej 8.96 ton kokainë, bëhet fjalë për 700 kg në portin e Antwerpit në Belgjik, 2 ton në Guayaquil të Ekuadorit, 1.1 ton në Rotterdam, 4.1 ton po në Rotterdam dhe 1.05 ton në Kolumbi me destinacion Francën. SPAK thot se përveç këtyre rasteve të provuar, antarët e grupit kanë trafikuar edhe 10 ton të tjerë kokainë nga Amerika Latine drejt vendeve të Bashkimit Evropian, duke siguruar fitime të konsiderueshme. SPAK ka sekuestruar 491 pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, mes tyre janë kompani ndërtimi, hotelerie, sigurie dhe konsulence, si dhe qindra prona në Tiranë, Durrës, Elbasan, Lezhë, Shkodër, Himar dhe Sarand. Ndër pasuritë më të rëndësishme të sekuestruara janë plot 121 vila, apartamente dhe ambiente parkimi në kompleksin në Gjirin e Lalzit, një strukturë hoteli në Dhërmi, një hotel në Tiranë, vila në disa komplekse si dhe 10 apartamente, zyra dhe parkime në projekte të mëdha ndërtimi në Tiranë. Autoritetet kanë vendosur gjithashtu sekuestro mbi automjete, mjete lundruese dhe 209 llogari bankare të personave fizik dhe juridik të përfshirë në hetim. Sipas SPAK, paratë e përfituara nga trafiku i kokainës janë futur në Shqipëri kryesisht në formë cash dhe më pas janë investuar në sektorët e ndërtimit, hotelerisë dhe aktiviteteve të tjera tregtare për të fshehur origjinën e tyre të paligjshme. SPAK ka kërkuar arrestimin e shtetasve Nikol Bibaj, Isa Aliu, Sokol Bibaj, Florian Musaj, Armando Pacani, Denis Matoshi, Naldi Yzeiraj, Ouklid Aliu, Dritan Gjika dhe Shpëtim Aliu. Mësohet se në pranga ka rënë vetëm Florian Musaj, 2 të tjerë po kërkohen pasi dyshohet se ndodhen ende në Shqipëri, ndërsa 7 personat e përfshirë në këtë skem mendohet se janë jashtë vendit.